Këshilli i Ministrave ka ndërmarrë një shkresë përmes së cilës kërkon shfuqizimin e vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyra e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, derisa në këtë rast të shprehet kushtetuesja, pra që do të dërgojnë çështjen kushtetuese. A qëndron kjo shkresë apo është thjesht për konsum politik? Kjo është një shkresë e cila nuk ka asnjë bazë ligjore, pra unë them mendimin tim siç e mendoj unë, nuk është se këtë që them unë është absolute. Megjithatë ne do presim vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, nuk legjitimohet Këshilli i Ministrave të godasë apo të çojë në gjykatën kushtetuese një vendimarrje të një gjykate më të ulët. Pra nuk mundet në të vetmen rast kur Këshilli i Ministrave mund të jetë palë në procesin kushtetues është në cilësinë e personit të interesuar, por gjithmonë në gjykatën kushtetuese, pasi janë ezauruar të treja shkallët e gjykimit dhe pasi kjo çështje është atakuar apo është kërkuar në gjykatën kushtetuese nga ana e zonjës Balluku. Vetëm në atë rast Këshilli i Ministrave mund të jetë në cilësinë e personit të interesuar në këtë proces. Megjithatë, unë mendoj që këto janë inisime të kryeministit Rama për treguar që ai është në krah të zonjës Balluku, ose do të tregojë vërtet që është në krahun e saj sepse ajo ka të drejtë, ose e bën këtë për fasad, që do të thotë nga njëra anë mund t'i thotë asaj që shiko ke mbështetjen time, por në finale ai e di që çfarë rezultati do të ketë dhe çfarë vendimarrje do të ketë nga gjykata kushtetuese. A është ky një presion i hapur ndaj drejtësisë dhe nëse Edi Rama i merr ata persona që i intereson në mbrojtjen e tij, atëherë për çfarë krijua SPAK-u apo GKK-ja për të goditur korrupsionin në nivelet e larta? Kjo mbetet për të parë, sepse zoti Rama është i paparashikueshëm, që do të thotë në këtë rast duhet të shikojmë në të ardhmen, sepse koha duhet t'i provojë të gjitha këto, le të themi, mendime që ne kemi për çështjen, jo mendime juridike, por mendime të një analize të sjelljes së zotit Rama dhe të zonjës Balluku. Kjo mund të jetë një formë presioni, por fakti që është krijuar SPAK-u dhe gjykata e posaçme nuk do të thotë që nuk do të ndalohen presionet apo sjelljet të cilat cënojnë ligjin dhe abuzimin e zyrtarëve ndaj ligjit. Kështu që duhet të shikojmë se si do të reagojë edhe prokuroria e posaçme, se si do të reagojë gjykata lidhur me këtë sjellje të zotit Rama. Çdo gjë mbetet për të parë në vijim. Nesër në mëngjes në orën 9, gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka thirrur Belinda Ballukun dhe të pandehurit e tjerë për t'i marrë në pyetje, por edhe për verifikimin e kushteve dhe caktimin e masës së sigurisë. Ju si mendoni çfarë do ndodh ditën e nesme dhe çfarë parashikohet ligjërisht dhe cila do jetë ajo masë sigurie që mund të merret ndaj Belinda Ballukut? Unë besoj që kjo vendimarrje, pra duke qenë se është një vendimarrje e rëndësishme, jo se vendimarrjet e tjera nuk janë të rëndësishme, por kjo ka një karakter akoma më të rëndësishëm, sepse kemi të bëjmë me një zyrtar të nivelit lartë, me një zyrtar i cili ka një periudhë të gjatë në qeverisje dhe kontributin e vet me drejtjet e veta, pozitive apo negative, dhe natyrisht që edhe prokuroria e ka argumentuar kërkesën e vet, por besoj edhe gjykata duhet ta ketë analizuar dhe ta ketë peshuar mirë këtë si çështje apo si kazus. Megjithatë, është e hapur edhe mundësia që gjykata të ndryshojë mendimin gjatë ballafaqimit të provave të sjell nga zonja Balluku edhe argumentave të saj. Kështu që çdo gjë mbetet e hapur nga ana ligjore dhe ekziston mundësia që edhe kjo mas sigurimi të ndryshojë, që do të thotë një mas më lehtë, sepse mas
më të rënd gjykata nuk mund të japi më shumë se çka kërkuar prokurori për sa i përket masave ndaluese apo edhe masave të sigurimit personal. Kështu që unë besoj që 90% gjyqtari apo gjykata do t'i qëndrojë kësaj vendimarrje, megjithatë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhi në vijim. Avokat, dhe i pyetja e fundit, SPAK ka bastisur zyrat e Ministrisë së Financave për të marrë dokumentacionin që ka të bëjë me heqjen e gjobës prej 120 milion euro ndaj Bankës Petroleum. A mendoni se SPAK është duke goditur pikërisht në ato pika nevralgjike të ministrive të Edi Ramës? Unë besoj që prokuroria e posaçme nga data e fillimit të tij, pra kemi gati 5 vite që punon në kuadër të hetimeve të çështjeve për cilat ligji angarkon një gjë të tillë, ka punuar, por duhet të mirëkuptojmë sepse ata kanë një ngarkesë shumë të madhe, nuk kanë staf për sa i përket hetuesve të byros kombëtare të hetimit, por natyrisht edhe prokurorët e posaçëm janë të reduktuar në numër. Kështu që gjithë veprimtaria korruptive për 35 vite ne nuk mund të pretendojmë që të luftohet për një periudhë. Ne kemi shumë dëshirë dhe qëllim që ata zyrtarë që abuzojnë me detyrën dhe me pushtetin që sënojnë fondet publike apo buxhetin e shtetit të shkojnë përpara drejtësisë, sepse kjo sjell edhe ndikim negativ, pra korrupsioni ndikim negativ tek gjithë zhvillimi ekonomik dhe social të vendit tonë. Pra kemi qindra shqiptarë që janë larguar, një popullsi që është kurrur, dhe këtu të rinjt apo ata të cilët mund të jenë moshën tonë janë të pakët dhe po i sos edhe atyre durimi për të ikur nga ky vend. Kështu që mendoj që prokuroria duhet që të jetojë të gjitha këto raste, por mbi të gjitha duhet të sekuestrohen pasuritë. Nuk është çështja vetëm le të shkojmë, ne nuk, edhe unë dëshira ime nuk është të shkojnë njerëzit të shkojnë në burg, por ato përvetësime që janë bërë, para publike që janë përvetësuar, duhet i kthehen qytetarëve. Pra, menjëherë prokuroria duhet të vendosi sekuestrot për sa i përket pasurive të luajshme dhe të paluajshme, në mënyrë që mos kemi abuzim me tjetërsimin e pasurive. Sepse çfarë bëhet, ta e dinë sa vite burg do bëjnë, i tjetërsojnë pasuritë ose i kalojnë në emra të tretëve dhe dalin me 3-4 vite burg, dalin në rregull sepse kanë siguruar brezat dhe jo jetën e tyre. Zoti Duraj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.